Shqipëria u bë epiqendra e sportit ndërkombëtar. Nga data 9 deri 11 maj 2025, gara më prestigjioze e ciklizmit në Europë, Giro d'Italia, nisi për herë të parë nga vendi ynë, duke shkruar një kapitull të ri në historinë tonë sportive dhe turistike. 3 etapa mëngjephëse, Durrësi, Tirana dhe Vlora, ishin mikpritëset e kësaj sfide spektakolare, ku 180 ciklistë profesionistë ndër kampionët më të mëdhenj të botës garuan në rrugët tona në ritmin e adrenalinës dhe bukurisë shqiptare. Giro d'Italia preku edhe Vlorën. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Hanxhaku, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, tha se Giro d'Italia ishte një ngjarje jashtëzakonshme për promovimin e Shqipërisë dhe Vlorës si një qytet dhe destinacion turistik dhe bregdetar. Impresionet e Gjiros Italisë një në radhë të parë ishte ngjarje e jashtëzakonshme se ja u kishin bërë 4 orë Shqipërinë, pa kur e panë bukurinë, kur panë masat e policisë, kur panë masat e popullit që duar trokitin e bën, sidomos kur panë zonën e Llogaras, ju ka bërë përshtypje të jashtëzakonshme se duku sikur ishin në Alpet e Zvicrës. Po në Alpet e Zvicrës nuk ka det, ne ishim mbi det duke fluturuar, aq më tepër që duke zbritur drejt Urikumit, filluan dhe motorskapat duke ecur, domethënë u tregua një diçka e jashtëzakonshme që është një realitet. Hanxhaku thekson se është e vështirë që ky aktivitet të vijë përsëri në vendin tonë për shkak se ka një kosto të madhe, por duke qenë se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë janë shumë të mira, nuk është diçka e pamundur. Hanxhaku e ka edhe një skenar se si mund të rikthehet përsëri Giro d'Italia në Shqipëri. Është e vështirë. Shumë e vështirë. Po në radhë parë një herë është një kosto e madhe dhe në radhë të dytë, po s'kaluan 2 vjet, ata nuk shkelin dot në çdo vend. Është rasti 5 që vinë, ka filluar në Izrael për herë të parë Giro e Italisë, ka shkuar në Budapest, ka shkuar dhe në Poloni. Kështu që ishte rasti që erdhën këtu kene. Po na që marrëdhëniet e mira, Shqipëria i ka shumë të mirë me Italinë, mos të duket në ngjarje e jashtëzakonshme se mund të fillohet edhe nga veriu kjo punë. Mund të lidhet nëpërmjet Kosovës, të hyhet në Gjakov dhe të kalohet në Shqipëri dhe të zbresin poshtë. Pra, është e mundshme që një të ardhmen? Po, është pa diskutim. Se për shembull u bë Qendesliga në Tiranë, po u pa në një stadium 22.000 veta, kurse këtu ja kanë dhënë mbi 200 ca televizione, mund ta kenë parë 10 milioni njerëz. Giro e Italisë është mbas Giros Francës, është ngjarje e jashtëzakonshme, pastaj fillon Giro Spanjës, Voltës e këto. Por ishte ngjarje shumë e madhe.